Shikues të emisionit Uniko, mirëmbrëma. Sonte do flasim sërish për historinë e Liridona Ademajt dhe Naim Murselit, një ngjarje e cila tronditi gjithë shqiptarinë me 29 nëntor të vitit 2023. Në Prishtinë, në gjykatën themelore, po zhvillohet aktualisht gjyqi në ngarkim të Naim Murselit si organizator dhe planifikues i vrasjes për djalin e Dajës dhe njëkohësisht djalin e Hallës së tij Shtrim Kokalla si bashkëpunëtor dhe Granit Plavën si ekzekutor i Liridona Ademajt. Por në këtë emision do ju sillim detaje të tjera nga kamerat e sigurisë të sekuestruara nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, e cila ka evidentuar rolin e Naim Murselit në bashkëpunim, në ndërveprim dhe në të gjithë dinamikën gjatë datës 29 nëntor të vitit 2023. Do të shikoni me pamje filmike, të cilat janë paraqitur dhe prezantuar në gjykatën themelore, në seanca gjyqësore, se si Naim Murseli takohet vetëm pak orë para ngjarjes me Granit Plavën, personin i cili ka ekzekutuar bashkëshorten e tij, nënën e 2 fëmijëve, Liridona Ademaj Murseli. Dhe për këtë histori do flasim në mënyrë më të detajuar. Çfarë bëri më pas Naim Murseli pas deklaratës së dhënë në postën policore. Dhe për të gjitha detajet do ta nisim me një nga videot ku tregohet takimi dhe ndërveprimi i Naim Murselit me Granit Plavën në një pikë karburanti në mesditën e datës 29 nëntor. Kjo është një nga kamerat e para ku tregon bashkëveprimin, takimin dhe komunikimin e Naim Murselit me Granit Plavën. Është në këtë pikë karburanti ku Naim Murseli shkon dhe merr Granit Plavën me automjetin e tij tip Range Rover dhe në këtë moment është shoferi i Granit Plavës. Siç e shikoni, këtu është Range Roveri i Naim Murselit, i cili ndalon për të pritur Granit Plavën, i cili është ky person këtu, që bisedon me një tjetër person të zonës dhe vjen për të futur si pasagjer në Range Roverin e Naim Murselit. Janë plane dhe të cilat tregojnë se takimet dhe ndërveprimet mes tyre nuk ka qenë të rastësishme dhe Granit Plava dhe Naim Murseli më pas do lëvizin me 2 automjete të ndryshme. Do t'ja u tregojmë në një pikë karburanti tjetër ku duken të dy së bashku, teksa lëvizin dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin. Kjo kamerë është treguar me datën 22 dhjetor 2025 në seancën gjyqësore në prezantimin e provave gjyqësore nga ana e prokurorisë. Pra, Naim Murseli sipas prokurorisë ka qenë i paramenduar, i planifikuar për ta kryer këtë histori. Megjithse ka mosmarrveshje dhe deklarata kontradiktore mes 3 të pandehurve, ajo që konfirmohet nga prokuroria janë takimet dhe planifikimi i tyre i paracaktuar. Kjo është një kamerë tjetër ku do tregohet qartësisht ndërveprimi, komunikimi dhe bashkëveprimi i Naim Murselit me Granit Plavën. Është një pikë karburanti, ora shënon 16:31 minuta e datës 29 nëntor dhe janë 3 kënde të ndryshme kamerash ku do tregojmë njërin pas tjetrën se si vinë në karburant për të furnizuar makina Seat e Granit Plavës, makinë të cilën e ka rimar me qera. Kjo është makina e Granit Plavës, e cila vjen në pikën e karburantit, ndërkohë këtu është Range i Naim Murselit. Jemi vetëm pak orë përpara ngjarjes dhe është dhe punonjës i pikës karburantit, i cili do ta furnizojë. Del Granit Plava, del dhe Naim Murseli. Këtu nuk duket qartë se çfarë bëjmë me njëri tjetrin, por do ta tregojmë te kamera tjetër. Naim Murseli
me sa duket e pyet a do diçka për të pirë, sepse kjo gjë kuptohet dhe nga momenti tjetër kur vetëm pak sekonda më vonë ai sjell diçka për të pirë Granit Plavës, i cili po komunikon me punojësin e pikës së karburantit në zonë, ja ku e keni Naim Urselin, i cili i sjell një pije dhe vetë ka një shishe ujë, ndërkohë në këtë moment ai shikon gomën e parë të mjetit Seat, duke e kqyrur se ka një rënje të gomës dhe është dhe Naim Urseli një veshur sportiv i interesuar për gomën. Së bashku ata të dy zhvendosen në të djathtë drejt automjetit të Naim Urselit Range Rover, ku sipas prokurorisë janë në planet e fundit komunikuese për kryerjen e veprës penale. Unë nuk kam të qartë një gjë, sepse futen të dy bashkë për disa qaste në automjet, nëse kjo kamera është pasi është blerë pistoleta apo është më vonë. Këtu jemi në këndin tjetër, në kamerën e dytë të pikës karburantit, shikoni Granit Plavën, shikoni Naim Urselin, të kapura në një plan me njëri tjetrin. Me këtë Seat, Granit Plava ka lëvizur atë ditë, ka marrë pjesë në ngjarje dhe është larguar nga ngjarja po ashtu. Shihni, është këndi tjetër, çka provon se Naim Urseli dhe Granit Plava e kanë patur të mirë menduar, siç ka deklaruar dhe Granit Plava, i cili ka rrëfyer përpara hetuesve se i është shpremtuar 30.000 euro për kryerjen e vrasjes. Këtu jemi në planin e tretë të kamerës. Shihni, duket më qartë këndi ku Granit Plava del nga automjeti, punojësi i pikës karburantit hap për të furnizuar makinën dhe shikoni një takim miqësor të afërt të përzemërt, çka tregon se Granit Plava dhe punojësi i pikës karburantit njihen më parë mes tyre dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Pra dhe vajtja në këtë pikë karburanti nuk është e rastësishme nga ana e Granit Plavës. Dua të theksoj një gjë, se për këtë automjet tip Seat ka dhënë deklarime dhe pronari i mjetit, i cili e ka dhënë këtë mjet me qera. Ai ka deklaruar se me datën 27 nëntor 2023, rreth orës 18 minuta, 18:00 ka ardhur Granit Plava dhe e ka marrë me qera këtë automjet për 3 ditë, 27, 28, 29 nëntor dhe e ka dorëzuar në orën 14:40 minuta. Çuditërisht 20 minuta më vonë Granit Plava ka shkuar sërish tek pronari i kësaj pike mbëdhënjesh makina me qera dhe ka kërkuar që ta marrë sërish Seatin pasi i duhej të merrte dikë në aeroport. Dhe kjo ndërthuret dhe me faktin e deklarimeve të Granit Plavës, i cili i thotë se ishte ofruar një makinë e vogël nga ana Naim Urselit, gjë të cilën se kishte pranuar sepse ishte makinë e papërshtatshme për të lëvizur dhe ka kërkuar që të gjejë një automjet tjetër. Dhe me sa duket dhe siç provohet ka rimarr të njëjtin mjet, Seatin Karavan ngjyrë zezë Exeo, të cilin e ka përdorur dhe në udhëtimin që ka patur në Prishtinë, ku ka vajtur së bashku me Naim Urselin, njëri para, tjetri prapa, do ta shikojmë në një kamerë tjetër, dhe ndjekjen që i ka bërë familjes Urseli, Naimit, Liridonës dhe 2 fëmijëve kur kanë vajtur tek restoranti në Graçanic, rreth 11 kilometra larg shtëpisë së tyre në Bërnic, në atë rezidencë ku kishin blerë dhe shtëpinë me kredi. Do ta shikoni në mënyrë të detajuar se si është planifikuar gjithçka dhe çuditërisht në këtë ditë që flasim, Naim Urseli po kërkon të gjejë alibi, po kërkon të shpik lloj-lloj historish e lloj-lloj versionesh që t'i shmanget përgjegjësisë penale. Dhe veçanërisht një nga pikat e forta ku ai mundohet të justifikohet, flasim për Naim Urselin, është fakti se ai thotë blerjen e armës nga ana e Granit Plavës ku ka qenë prezent vetë dhe i ka dhënë lekët
personit i cili është dënuar tashmë nga gjykata e ka bërë në mënyrë spontane dhe që të ndihmonte që Granit Plava duke bler pistoletën të kishte mundësi ta shiste të nesërmen 2 fish. Një alibi e cila nuk qëndron sipas versionit të prokurorisë. Por do t'ju japim disa detaje të tjera tek video e restorantit. Këtu jemi në një kamer tjetër në rezidencën Chelsea Point, ku jetonin së bashku prej disa muajsh Naim Morseli, Liri Dona dhe 2 fëmijëve. Data është 29 nëntor 2023, ora 17:53 minuta dhe duket që vjen makina e Naim Morselit. Në këtë moment e plejojmë videon dhe tregojmë se e parkuar është dhe makina e Liri Donës, BMW-ja nga e cila ata u thonin dhe në të cilën është qelluar me armë. Del Naim Morseli dhe po të shikoni këtu, është njëri prej fëmijëve i cili del të pres babain. Ndaloje pak, është bërë gati dhe del të përqafojë babain pa e ditur se babai i tij kishte planifikuar vrasjen e nënës. Vijojmë me plejimin e videos ku duket pas pak qastesh Liri Dona, 2 fëmijët të cilët drejtohen drejt automjetit BMW-s. Fëmija i parë, Liri Dona dhe fëmija tjetër, të cilët futen pas. Do shkonin për darkë, po pa e ditur se do ishte darka e fundit e një familje dhe pa e ditur se po tradhtoheshin nga personi më i afërt për ta, babai dhe bashkëshorti. Shikoni fëmijët që futen në automjet dhe Liri Dona del nga ana e pasagjerit, dhe ndes dhe automjetin dhe gjatë gjithë kohës automjetin nga ky moment në restorant dhe në kthimin në momentin kritik të ngjarjes e drejton Naim Morseli. Me këtë automjet kanë qenë në pikën kritike kur është inskenuar grabitja dhe është qelluar në krahun e pasagjerit Liri Dona Ademaj. Fëmijët po presin në pjesën e pasme, Liri Dona është në pjesën përpara dhe sapo ka ndezur automjetin për cilin Naimi thot ja ka bler ai asaj, por në të vërtet nga faktet që ne kemi siguruar në Udevalla, tregonim edhe nga dokumentet që ishte një Liri Don që punonte edhe 2 punë për të mbajtur familjen dhe për të siguruar të ardhura për familjen. Në këtë moment e flet vetëm Naimi, i cili tenton të na tregojë se është një person i cili ka bërë gjithçka për Liri Donën, por faktet e dhëna na kanë treguar një aspekt tjetër. Shikoni Naim Morselin që pas pak sekondash ka dalë nga shtëpia dhe hipën në BMW dhe paktën sipas të dhënave të prokurorisë, këtu na rrëfehet momenti se ata nga kjo pikë nisen drejt restorantit në Graçanic, aty ku do të darkojnë. Darka e fundit e familjes. Dhe çuditërisht ja kthehet makina, çuditërisht në të njëjtin restorant ai ka sjell dhe vrasësin për të monitoruar lëvizjet, për të parë gjithçka ndodhte në familje dhe për t'i paraprirë asaj që do ndodhte. Pra një lloj personi i pamërshirshëm në asnjë prej veprimeve të tij. Do kalojmë tek kamera tjetër. Këtu jemi me pamjet e kamerave të sigurisë të restorantit, fillimisht në pjesën e jashtme dhe më pas në pjesën e brendshme. Siç duket, është makina BMW e familjes Morseli, e cila parkohet në ambientet e parkingut të restorantit dhe dalin me radhë Naimi, Liri Dona dhe 2 fëmijët duke ju drejtuar pjesës së restorantit, hyrjes së restorantit. Çuditërisht, ata ndiqen dhe nga makina Seat
e Granit Plavës. Do shikoni se si nga kamerat e sekuestruar nga ana e prokurorisë evidentohen të gjitha këto lëvizje. Naimi, Liridona dhe 2 fëmijët dhe të cilët po kalojnë në sheshin kryesor të parkingut dhe do shikoni që vetëm pak çaste më vonë, ja shikoni, sa po ata futen, është makina e Granit Plavës, Seadi, i cili do parkohet. Në kamerat e tjera, të cilat janë paraqitur në gjyq, do shikoni se si hyn në pjesën e brendshme të restorantit, kanë hyrë për të darkuar. Këtu shikoni Liridonën, këtu është kamera fundi që e ka kapur gjallë, Naim Murseli dhe 2 fëmijë të cilët janë bërë blur pamet për të mos u shfaqur fytyra nga ana e prokurorisë, të cilët pozicionohen në këtë tavolinë këtu. Naimi, Liridona dhe 2 fëmijët dhe këtu shikoni Granit Plavën që ka hyrë. Sapo ka hyrë Granit Plava në restorant me kapuç i veshur sportiv. Shikoni? E ndalojmë pak këtu. Për këtë moment, Granit Plava ka thënë se e ka njoftuar Naimi se ndodhet në restorant dhe ai ka deklaruar se meqense kishte edhe 20 euro, është futur brenda për të darkuar. E plejojmë dhe kjo tregon planin kriminal sipas prokurorisë të hartuar mes Naimit dhe Granit Plavës. Ndërkohë në deklaratat e fundit që ka dhënë Naim Murseli, ai mohon që ta ketë parë apo ta ketë vërejtur në çdo lloj mënyre Granit Plavën. Në këtë moment, e ndalojmë pak, është një nga pikat ku pas disa minutash, familja Murseli ka qëndruar për rreth 30 apo 40 minuta brenda restorantit, Naim Murseli ngrihet nga tavolina për të vajtur në tualet. Dhe në këtë pjesën këtu është i ulur Granit Plava. Shenja që bëri Naim Murseli në hund, sipas prokurorisë, është një sinjal që Naim Murseli i ka dhënë Granit Plavës. Do ta shikoni dhe në mënyrë më të ngadalësuar, janë pamjet të cilat janë shfaqur në gjykatën themelore të Prishtinës, lëvizjet e Naim Murselit. Familja qëndron qetësisht dhe lirisht në këtë pjesë të tavolinës në restorant. Shikoni edhe një herë Naim Murselin kur drejtohet drejt tualetit. Shikoni shenjën që sipas prokurorisë ai i ka bërë Granit Plavës. Ja, shikojnë, është restoranti ka qenë i mbushur me njerëz, ja shikojnë edhe një herë. Ndërkohë për këtë moment Naim Murseli thotë që se ka parë as se ka kqyrë se është Granit Plava. Personi me të cilin kishte qenë jo më pak se sa rreth 1 orë më parë me të. Kishte qenë pothuajse gjatë gjithë ditës së datës 29 nëntor me të. Ishin shoqëruar me njëri tjetrin në disa vende të ndryshme. Kishin bler pistoletën së bashku dhe ai ka deklaruar se ky ka qenë një veprim instinktiv dhe nuk është se e ka vërejtur se Granit Plava ndodhej në restorant. Në të njëjtin restorant ku e thash është darka e fundit që familja Murseli hajnë së bashku, sepse sipas prokurorisë Naim Murseli, bashorti i Liridonës dhe babai i 2 fëmijëve ka planifikuar gjithçka për të ekzekutuar Liridonën dhe për të përfituar një siguracion të prerë në Suedi. Ky është momenti kur largohet Naim Murseli me Liridonën dhe 2 fëmijët nga restoranti. Këto janë pra të dhënat e tjera, kamerat e tjera të sigurisë, të cilat provojnë ndërveprimin mes tyre, të Granit Plavës dhe Naim Murselit, i cili është munduar gjatë gjithë kohës të shfaqsohet dhe të bëj sikur nuk di gjë se përse Granit Plava e ka kryer këtë krim, ndërkohë Granit Plava ka dhënë detaje të rëndësishme edhe për një plan tjetër që të inskenojë një aksident rrugor në mënyrë që t'i merrë jeta Liridonës, derisa erdhëm në planin e vrasjes me armë zjarri. Një Naim Murseli i cili bën sikur se di, ndërkohë ka konfirmuar në disa deklarata se
për shkak të disa mosmarrveshjeve dhe një situate të tensionuar që kishte lindur mes tyre në marsin e vitit 2023, e kishte planifikuar vrasjen e bashortes së tij. Në gjykat, ai urrek të deklaronte se ai kishte komunikim dhe me fëmijët, 2 fëmijët e mitur, gjatë kësaj periudhe që është në paraburgim. Një gjë e cila do duhet konfirmohet, jo komunikimet shumëta, dhe për ta provuar nëse vërtet mban komunikime me fëmijët, flet me ta, cila është qasja e fëmijëve ndaj tij, kur fëmijët kanë qenë dëshmitar të asaj skene makabre, të cilën s'do donim t'ja uronim askujt ta shihte as ta përjetonte. Vrasjen në sytë e tyre të nënës nga një person i parapaguar nga babai i tyre. Do thoni i parapaguar, po si, kur Granit Plava ka deklaruar se ka marrë vetëm 120 euro për makinën. Ishte premtuar dhënia e kësaj pagese nga ana e Naim Murselit. Dhe kjo është e provuar. Madje prokuroria arriti të provonte dhe faktin e asaj që Naimi e kundërshtonte, se duke thënë që ai e ishte takuar vetëm atë ditë dhe s'kishte patur komunikim më parë me Granitin, nëpërmjet ekspertizës së telefonit të Granit Plavës, vrasësit Liridonës provoi se ata në 10 ditët e fundit kishin patur një komunikim intensiv me njëri tjetrin. Se telefoni i Naim Murselit nuk gjendet. Ai ka deklaruar se ja ka marrë grabitësi dhe vrasësi, që në këtë rast i maskuar u zbulua se ishte Granit Plava. Ky i fundit mohon të ketë marrë as telefonin e Naimit, as telefonin e Liridonës. Atëherë në këtë rast, ku vajtën 2 telefona? Përse ishte interesuar dhe kush ishte interesuar t'i fshihte këto telefona? Me gjithë mungesën e 2 telefonave, prap se prap, prokuroria ka bërë një punë të mirë për të provuar atë që Naim Murseli mohon, ndryshon, transformon e ristrukturon të vërtetën e tij dhe thënjet e tij në raport me ngjarje, duke tentuar të jetë empatik, duke tentuar të tregojë se ai ka qenë një njeri i dashur, një njeri i përkushtuar ndaj Liridonës dhe 2 fëmijëve. Por faktet e dhëna po na tregojnë një qasje tjetër. Interesante do të jetë përballja e avokatit i cili përfaqëson familjarët e viktimës me Naim Murselin, me pyetjet dhe deklaratat dhe që do bëj dhe përgjigjet që do bëj Naim Murseli duke u bazuar në këto pyetje. Kjo është një kamera tjetër e fiksuar nga një kamion cili po udhëtonte në zonë dhe është vetëm pak minuta pas ngjarjes së rënd, pasi është qelluar Liridona. Është kamioni i cili fikson makinën e Liridonës dhe forcat e policisë. Do ta shikoni se si kamioni ka fiksuar automjetin në mes të rrugës të ndaluar, automjet i cili drejtohej, siç është thënë, nga
Naim Murseli. Dhe për këtë kamion Naim Murseli ka thënë ka qenë me 2 fëmijët e vegjël dhe kamioni ka qenë me shpejtësi dhe ka tentuar t'i shtyp pa e ditur se ata po kalonin në rrugë dhe fal shmangjes së tij ka bërë të mundur evitimin e një tragjedie të dytë. Këtë e ka deklaruar Naim Murseli në deklaratën e dhënë me datën 29 janar të vitit 2026. E plejojmë, është këtu tani makina e ndaluar në mes të rrugës. Makina BMW. Pronësie e Naimit dhe Liridonës dhe do të shikoni se si këtu janë dhe fenelinat e policisë dhe ka lëvizje për cilat nuk e dim se kush lëviz dhe çfarë ndodh. Ja, shikoni dhe dritat. Tani, këtu jemi në këtë krah është Liridona e cila është e goditur. Ja të shikojmë dhe momentin konkret kur vinë dhe forcat e policisë. Ja, shikoni. Vjen një dritë tjetër, ndërkohë do shikoni se si do kontrollohet dhe në këtë pjesë. Pra, do të themi që Naim Murseli ka deklaruar se është larguar me vrap me 2 fëmijët dhe është shmangur dhe nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes. Ndërsa, Granit Plava deklaron se në momentin e vrasjes Naim Murseli ka qenë aty. Kemi një dëshmi, më duket e njërit prej fëmijëve ku thot që Naim Murseli ka mbajtur dorën nënës në momentin që Granit Plava i maskuar ka qelluar në drejtim të saj me një tek plumb i cili ka qenë vdekje prurës, i goditur në pjesën e veshit dhe plumbi ka ngelur në kokë. Naim Murseli ka deklaruar se është qelluar 2 herë sipas atij versioni që ai pretendon se ka qenë në një distancë të paktën 20 apo 30 metra larg. Granit Plava ka deklaruar se është dakordsuar me Naim Murseli, konkretisht për të dhënat dhe për të gjetur një vend të përshtatshëm. Po vendi çuditërisht sipas tyre nuk është dakordsuar. Vend i cili na del që s'ka kamera sigurie në momentin kur është fiksuar. Vetëm nga një nga kamerat e tjera duket kur dëgjohen zhurmat, kamerat e një marketi, të shtënave dhe britmat e fëmijëve, të cilët janë të tmerruar nga ajo që kanë parë dhe kanë dëgjuar, që nisen për një darkë në shoqërinë e babait dhe nënës të ulur mbrapa dhe beftas ju vritet nëna dhe babai i nxjerr për të mos parë se çfarë ka ndodhur në dëshminë e datës 29 janar 2026. Naim Murseli ka një moment që kujdeset të thotë se fëmijët nuk kanë qenë të pranishëm në momentin që është goditur. Nga ana tjetër, Granit Plava në dëshmitë e tij të dhëna përpara hetuesve ka deklaruar se ai nuk e dinte se kishte fëmijë. Kjo gjë nuk duhet marrë si e besueshme, thot prokuroria, ky version i Granit Plavës, sepse ai ka qenë në dieni, ka qenë prezent në restorant, ka parë lëvizjet e familjes Murseli, pra jo vetëm Liridonës dhe të Naimit, por dhe 2 fëmijëve të mitur të cilët kanë qenë në pjesën e pasme të makinës. Një nga krimet më monstruoze dhe më makabra të ndodhur në Kosovë vitet e fundit. Një histori e cila gjyqin e cilës po zhvillohet me detaje, me një vëmendje të lartë të mediave në Kosovë, të cilët i kanë ndjekur hap pas hapi dhe veçanërisht tani jemi në një fazë kritike ku Naim Murseli do duhet të përballet në dëshminë e tij me pyetjet e avokatëve, familjarëve të viktimës, sepse në seancën që u zhvillua me datën 11 shkurt, ai u kap gafil, le të themi, në disa aspekte të dëshmisë së tij, të vërtetësisë së dëshmisë së tij, të alibisë së disa që ka krijuar në raport me të vërtetën, veçanërisht për pjesën e borxheve, ku ai kishte deklaruar se shpifja akuza e prokurorisë se ai nuk ka borxhe, ndërkohë në të vërtetë na doli që ai kishte borxhe. Madje për herë të parë zbuluam se
Naim Murseli kishte borxhe të deklaruara me një parakontrat dhe ndaj biznesmenit Bexhet Pacolli, që ka qenë dhe punëdhënës i tij. Në datën 27 korrik të vitit 2021, mes të dyve është firmosur një marrëveshje ku njihet një borxh prej rreth 130.000 euro. 30.000 euro janë shlyer, pjesa tjetër nuk është shlyer. Teksa u përballë me këto fakte e të dhëna të cilat fillimisht tentoi t'i mohonte dhe pastaj pranonte dhe pastaj të mohonte se nuk është një kontratë zyrtare, Naim Murseli deklaroi se ja kishte shlyer Bexhet Pacollit në forma të tjera borxhin. Çka solli më pas, disa orë më vonë, një reagim në Facebook të biznesmenit Pacolli, i cili pranoi se borxhi ishte dhënë dhe nuk ishte shlyer nga ana e Naim Murselit, por vetëm një pjesë e vogël e tij, dhe se për këtë borxh të marrë në vitin 2021 nuk kishte kushtëzuar me një afat të caktuar kthimin e këtij borxhi. Gjithashtu janë kontrata e kredis, rreth 220.000 euro apo 250.000 euro për blerjen e apartamentit në Chelsea Point, në periferi të Prishtinës, për cilën Naim Murseli prapë mundua të justifikojë duke thënë se një kredi bankare me një detyrim të tillë nuk mund të konsiderohet një borxh. Ai mohoi po ashtu ato deklarata të cilat kishte dhënë përpara hetuesve në raport me borxhe ndaj personave fizik në shuma nga 6.000 euro, 8.000 euro, për të cilat tha se nuk kishte koment dhe nuk donte të shpjegonte se përse i kishte deklaruar gjatë marrjes dhe intervistimit nga ana hetuesve këto borxhe, të cilat borxhe e themi. Ai me datën 29 janar 2026 e konsideroi alibin, pretendimin e prokurorisë se krimi është shkryer si rezultat i borxheve të shumta të akumuluara, si një nga pistat kryesore të hetimit, si një shpifje, duke mohuar se kishte borxh. Kalojmë tek një video tjetër. Do ndalemi tek një episod tjetër dhe tek një moment i cili lidhet me daljen e Naim Murselit nga policia, nga stacioni policor i Dragodanit në Prishtinë dhe strehimin e tij. Bëhet fjalë për mbërritjen në hotel Swiss Diamond në pronësi të Bexhet Pacollit, ku ai i shoqëruar nga Kushtrim Kokalla hyn në hotel Swiss Diamond dhe rezervon një dhomë, jo ai personalisht. Sipas prokurorisë, rezervimin dhe pagesën e dhomës e ka kryer Kushtrim Kokalla, i cili siç e theksuam dhe më lart, është njëkohësisht djali i Dajës dhe djali i hallës së Naim Murselit. Sipas prokurorisë, evidentohen të dy, Kushtrim Kokalla dhe Naim Murseli, në hyrjen e hollit të hotelit luksoz në Prishtinë, Swiss Diamond, në pronësitë Bexhet Pacollit dhe kompanisë së tij Mabetex. Duhet të theksojmë faktin se Naim Murseli ka kontaktuar drejtorin e Mabetex, Valon Llukën, i cili e ka ndihmuar, e ka asistuar, madje e ka marrë dhe ka vajtur dhe në stacionin policor, sepse vetë Naim Murseli ka kërkuar që të ishte prezent ta ndihmonte me radhë. Dhe është pak kontradiktore se në deklaratën e parë Valon Lluka thotë se ka qenë ai që e ka rezervuar dhomën e hotelit, ndërsa sipas prokurorisë është Kushtrim Kokalla, i cili do ta shohim dhe në foton tjetër, duket në recepcion teksa me lek në duar bën pagesën. Është ky momenti ku sipas policisë, sipas grupit hetues dhe sipas prokurores e cila e ka paraqitur në seancën gjyqësore, këtu është Kushtrim Kokalla, recepcionisti, dhe sipas fotos tjetër, kësaj foto, Naim Murseli pret në distancë, ndërsa Kushtrim Kokalla, thot prokuroria,
ka bërë një pagesë dhe ka disa para në duar për rezervimin e dhomës së hotelit. Fillimisht ora shënonte 1:25 minuta dhe deri në orën 2:19, që është ora aktualisht, këta persona kanë qëndruar në hallin e hotelit. Vetëm shfaqja këtyre pamjeve, pa nxjerr pamjet e tjera të hotelit, është kundërshtuar nga avokati mbrojtës i familjes së viktimës. Leotrim Sylla ka kërkuar nga gjykata që të shfaqen dhe pamjet e kamerave të tjera të katit të 3 të hotelit, ku duket qartësisht se në të njëjtën dhomë hoteli hyn sipas rendit kronologjik Valon Luka, Naim Murseli dhe Kushtrim Kokalla. Sipas tij, shfaqja e këtyre pamjeve të tjera do të ndihmonte në provueshmërinë e faktit se Kushtrim Kokalla, Naim Murseli janë pjesë të njëjtit plan kriminal dhe kanë qëndruar në të njëjtën dhomë atë natë. Gjyqtarja ka thënë që po këto kamera janë, kamera të cilat i ka dhe familja e viktimës të vëna në dispozicion nga prokuroria dhe trupi gjykues do t'i marrë në konsiderat gjatë shqyrtimit final të çështjes, por ka qenë prapë insistimi i avokatit që ka kërkuar që të shfaqen dhe ato kamera. Ato kamera të cilat tregojnë realisht në katin e 3 të hotelit që atë natë Kushtrim Kokalla dhe Naim Murseli kanë qëndruar në të njëjtën dhomë. Por për qëndrimin e tyre në të njëjtën dhomë, djali Dajës dhe djali Hallës i Naim Murselit, një marrëdhënie e veçantë mes tyre, të cilën Naim Murseli nuk e kishte me asnjë prej kushërinjve të tjerë. Kushtrim Kokalla, punojës i forcës sigurisë së Kosovës, i ka qëndruar pranë Naim Murselit, por çfarë është e rëndësishme në këtë episod? Kushtrim Kokalla, i cili kur është marrë në pyetje ka deklaruar se për 1 vit rresht Naim Murseli e ka lutur që ta kryente Kushtrim Kokalla vrasjen e bashkëshortes. Pra, plani i Naim Murselit nuk lidhet me marsin e 2023-shit, pra 6 muaj para, por 1 vit më përpara, dhe alibia që ai ka ngritur në dëshminë e parë të tij, atë të datës 1 dhjetor 2023, bie pra një mosmarrveshje e marsit të 2023-shit. Kushtrim Kokalla ka deklaruar se kur janë ngjitur së bashku me Naim Murselin në pjesën e dhomës dhe kanë qëndruar së bashku, Naimi i ka rrëfyer se e kreva këtë punë dhe sipas kushtrimit i ka thënë që nuk dua të dëgjoj më shumë për këtë ngjarje. Por një aspekt tjetër është Kushtrim Kokalla, personi sërish e provuar që ka njohur Granit Plavën dhe Naim Murselin. Dhe pavarësisht se Kushtrim Kokalla ka mohuar, ai indirekt edhe në atë dëshmi që ai mohon që të kishte dieni dhe të kishte pjesë e organizimit, ka patur dieni të tërthort, po e themi në versionin që ai nuk ka qenë pjesë e planit kriminal. Drejt për drejt, ka pas dieni të tërthort për planifikimin e vrasjes së Liridona Demajt dhe kishte detyrimin ligjor, por dhe njerëzor, të njoftonte familjarët se çfarë po planifikonte Naimi kundrejt bashkëshortes së tij. Kushtrim Kokalla sot është një dëshmitar i rëndësishëm përveç se një pandeu. Ai mund t'i tregoj trupit gjykues, mund t'i tregoj familjarëve të Liridonës, por dhe opinionit publik, veçanërisht 2 fëmijëve, të vërtetën për cilën arsye Naim Murseli ka planifikuar vrasjen e Liridonës. Është një mister pavarësisht pistave dhe pikpyetjeve dhe hipotezave që ka ngritur prokuroria duke e mbështetur akt akuzën në motivin e një borxhi dhe vrasje e cila do të sillte përfitimin e siguracionit. A mjafton vetëm kjo? A kemi diçka tjetër që fshihet pas gjithë kësaj histori? Valon Luka tregon një gjë interesante kur është futur në dhomë me Naim Murselin. Ai thot se Naim Murseli i ka rrëfyer se hetuesit kanë bërë pyetje që mund të dyshonin se Naim Murseli ta kishte kryer këtë vrasje.
Madje Valon Lluga thot se Naim Murseli në këtë moment, pasi ka hyrë brenda dhe i ka rrëfyer këtë episod, i ka kërkuar që të influencojë tek pronarët e medias dhe mediave në Kosovë që mos ta bezdisin, dhe madje i ka kërkuar që të ndërhyente tek këta pronar mediash që askush prej mediave mos merrte pjesë në varrimin e Liridonës. E kuptoni sa i sofistikuar i gjithë plani i Naim Murselit për të menduar për çdo detaj, në mënyrë gjakftohet, herë duke luajtur viktimën, e herë duke luajtur personin i cili kontrollon dhe dirigjon edhe mekanizma të ndryshme të shfaqjes përveç asaj hetimore, por edhe të asaj që do të përcillej, gjë që nuk e arriti sigurisht, sepse Valon Lluga nuk e kishte këtë kapacitet, pavarësisht njohjeve në botën mediatike. Historia e Liridonës u mbulua në mënyrë profesionale nga mediat dhe gazetarët në Kosovë, të cilët sollën për herë të parë, ishin ata që sollën për herë të parë detaje të rëndësishme, dyshime të rëndësishme nga gjithë kjo histori, dhe sollën dhe ato video nga varrimi i Liridonës ku tregohej tendosja e Naim Murselit në raport me të vërtetën dhe bezdisja e tij për praninë e mediave, çka ai donte me insistim të përfundonte ai varrim dhe ai t'i kthehej planit të tij, normaliteti që ai kishte planifikuar. Pra, po kaq e rëndësishme është dhe kjo pjesë. Ne do shpresojmë të sigurojmë ato pamjet të tjera dhe në emisione të tjera të përcjellim dhe pamjet e katit 3 të Swiss Diamond, ku duken të tre që hynë në brendësi të dhomës së hotelit. Kërkesë e avokatit Leotrim Sylaj, pra kjo që të shfaqen në proces gjyqësor, jo se nuk janë administruar si provë materiale, nuk e ka kundërshtuar as avokati i Naim Murselit. Këto janë pamjet e datës 30 nëntor 2023, në mëngjesin pasi kishte ndodhur krimi, ku në oborrin e banesës së tyre, në rezidencën Chelsea Point, është e parkuar vetëm makina Range Rover e Naim Murselit. Në këto pamje do tregohet, është makina Kushtrim Kokalla, i cili ka shoqëruar Naimin me makinë për të ardhur për të marrë Range Roverin. Të gjitha lëvizjet me autorin e ngjarjes si ka bërë me Range Roverin, ndërkohë në momentin final për të humbur gjurmë sipas tij, i ka bërë me BMW-n dhe kthehet disa orë pas krimit dhe merr sërish Range Roverin. Shikoni Naim Murselin, makinën e cilën e kishte përdorur një ditë më parë për të shoqëruar Granit Plavën, për të bërë Granit Plava shoferi i tij, apo ky shoferi i Granit Plavës, për të vajtur për të blerë armën, për të bërë të gjithë planet për t'i treguar rrugën edhe detajet të tjera raport me ngjarjen, për t'i treguar se nuk do lëvizte më me Range Roverin, por do lëvizte me BMW-n, dhe Naim Murseli gjakftohet, sepse ajo që ka treguar ai gjatë këtyre orëve ka bërë dhe rolin e viktimës, gjakftohet, kthehet tani me kushëririn e tij. Një marrëdhënie e çuditshme mes Kushtrim Kokallës dhe Naim Murselit, djali Dajës dhe djali Hallës Naim Murselit, një afërsi të cilën Naim Murseli nuk e kishte me asnjë prej personave kushërinjve të tjerë, u fut fillimisht në makinë dhe pastaj Naim Murseli, siç e pat, futet në shtëpi dhe do rikthehet sërish në automjet. Pra janë këto kamerat e sigurisë. E pat, rikthehet sërish në automjetin e tij Naim Murseli. Hyn në automjet dhe largohet nga banesa e tij. Një banesë e cila ka qenë në ndërtim e sipër, sepse ka qenë një rezidencë e cila ndërtohej hap pas hapi në të gjitha pjesët përbërëse të gjithë rezidencës. Dhe këtu në mëngjesin e datës 29, ne kemi parë, ose do t'ja u përcjellim, pamjet e kamerave të sigurisë ku duket Liridona
e cila vjen me 2 fëmijët dhe punonjës të cilët kryenin punime këtu dhe kthehet nga fshati Rajc, ku kishte qëndruar për 3 ditë tek prindërit e saj, fshati Rajc i Gjakovës, dhe ajo kthehet në Prishtinë. Janë shumë detaje nga kjo histori, të cilat do duhet të mbahen në vëmendje dhe në konsiderat dhe për t'u prezantuar për opinionin publik. Një ngjarje e cila do të ketë sërish vëmendjen e opinionit publik në Kosovë, por dhe në Shqipëri, për bujën, për impaktin, për makabritetin që kjo ngjarje ka ndodhur dhe se si duhet të parandalohen ngjarje të tilla dhe se si kjo ngjarje na tregon të kemi kujdes dhe nga ata njerëz të cilët besojmë, i duam dhe mendojmë se kurrë nuk do të na bëjnë keq, por njerëz si Naim Murseli janë të pranishëm në shoqërinë tonë dhe tregojnë se nuk kanë asnjë lloj kufiri emocional, njerëzor, familjar, bashkëshortor për të planifikuar dhe për të kryer një krim të tillë.